Legjenda e Hollywoodit e Robert De Niro ka konfirmuar pjesëmarrje në një film që do të xhirohet pjesërisht në Kosovë, me temë të bazuar në ngjarjet e luftës dhe masakrin e Reçakut. Ky film është një mënyrë për të treguar historinë tonë, dhimbjen dhe forcën e njerëzve të mi, ka deklaruar producenti Fitim Krasniqi. Aktori i njohur amerikan pritet të luajë në një projekt që synon të sjellë historinë e Kosovës në skenën ndërkombëtare të kinemas. Lajmin e ka bërë të ditur vetë producenti kosovar Fitim Krasniqi, i cili ka treguar se filmi është frymëzuar nga jeta e babait të tij dhe nga ngjarjet e vërteta të masakrit së Reçakut. Sipas Krasniqit, Robert De Niro do të portretizojë rolin e babait të tij, ndërsa në kast pritet të përfshihen edhe aktorë të njohur ndërkombëtar. Xhirimet pritet të zhvillohen pjesërisht në Kosovë dhe të nisin gjatë vitit 2026. Ky projekt ka ngjallur reagime të shumta pozitive pasi për herë të parë një figurë e këtij nivelli nga Hollywoodi do të përfshihet në një film që lidhet drejt për drejt me historinë e Kosovës. Nëse realizohet sipas planit, filmi pritet të shërbejë si një urere kulturore mes Kosovës dhe botës, duke sjellë në vëmendje historinë, emocionet dhe qëndrueshmërinë e popullit tonë.